Pronari kinez i TikTokut, ByteDance, njoftoi se ka finalizuar një marrëveshje për krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët, ku shumica e aksioneve kanë kaluar në pronësi amerikane, me qëllim që të shmangë mbylljen e aplikacionit të videove të shkurtra në Shtetet e Bashkuara, pasi lidhjet me Kinën kishin ngritur shqetësimin mbi privatësinë dhe sigurinë kombëtare. TikTok do të shërbejë më shumë se 200 milion përdoruesve dhe 7.5 milion bizneseve, duke zbatuar masa të rrepta për mbrojtjen e të dhënave dhe moderimin e përmbajtjes, njoftoi kompania. Struktura e re i përgjigjet një ligji të miratuar nga Joe Biden, paraardhësi i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili e detyroi kompaninë me pronësi kineze, ByteDance, të shiste aksionet e TikTokut në SBA, pasi në të kundërt do të përballej me një ndalim në tregun e saj. Presidenti amerikan Trump vlerësoi marrëveshjen në një postim në rrjetet sociale, duke thënë se TikTok tani do të jetë në pronësi të një grupi patriotësh dhe investitorësh të mëdhenj amerikan. Ai falenderoi presidentin kinez Xi Jinping për bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja parashikon që investitorët amerikanë të mbajnë 80.1% e aksioneve, ndërsa ByteDance do të zotërojë 19.9% të tyre, duke mbajtur pronësinë e saj nën pragun prej 20% të përcaktuar me ligj.